Vallja e Mërgimit u prezentua me sukses në festivalin e mbajtur në Lozan, ku ansambli i gëzuar konkuroi mes të 12 ansambleve për pjesëmarrëse dhe u vlerësua me çmimin e parë. Performanca solli në skenë një koreografi që pasqiron emocionet dhe rrugëtimin e mërgatës shqiptare, dhe me ne në studio kemi koreografin e Vallës së Mërgimit, Ilir Lokun. Përshëndetje Ilir dhe mirë se erdhe në emisionin tonë Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Si lindi ideja e Vallës së Mërgimtarit? Ideja lindi gjatë bisedës me disa miq atje, me prindrit e atyre fëmijëve në atë ansambël, duke studiu ardhjen e vështirë të tyre të kohave, dekadave me radhë, dhe vështirësitë e asaj kohe dhe jeta e gjeneratave të reja sot. Në thonë, paralelizmi i dy botrave ose dy kohëve të kundërta, e vështira e asaj kohe dhe liria që sot fëmijët e gëzojnë. Kjo është ideja, domethënë bashkëbisedimi me prindërit e fëmijëve të ansamblit ose të kryesisë së ansamblit, vujt të sakrificat e tyre të ardhur me dekada, më bëri përshtypje dhe fillova të krijoj një fabulë ose një kronologji ngjarjesh deri më sot, që nga dita kur kanë ardhur ata para 4-5 dekadave e deri më sot. Dhe çfarë ke dashur mund të na thoni të sjellni nëpërmjet kësaj vepre, ta quajmë ashtu, nëpërmjet Vallës së Mërgimtarëve? Realisht kjo ka qenë ideja. Vallja bart këtë mesazh që domethënë dy botët e ndryshme, kontrasti i dy botëve, koha kur prindërit kanë ardhur për të parë në Gjenev, atje në Zvicër, vështirësitë e jetës të asaj kohe dhe ai komoditeti ose liria që sot ata fëmijët e gëzojnë. Por ajo më thelbësore është që të dy kohët e kanë një botë kuptim. Identitetin shqiptar, domethënë dhe krenarinë, qëndresën që kanë. Mund të na thoni sa ishte e vështirë të punosh me fëmijët, të themi në Mërgat atje pikërisht? Jo shumë e vështirë me të drejtën, po pjesa ndoshta kisha mujt me cek që pjesën e komunikimit, pjesën e raportit koreograf valltar, duke i ditë që fëmijët në Mërgim, në përgjithësi në Mërgim, janë më të ledhatuar, janë më të përkthjelur, edhe sistemi aty ku jetojnë ata e kanë një sistem më të adaptuar, nëse mund me thonë, ose më strikt. Nuk e di, janë fëmijë pak më të ndihshëm dhe kisha pak probleme, hasa disa probleme të vogla derisa gjeta një gjuhë komunikimi. Domethënë ata më keq kuptonin për mënyrën se si unë punoja. Ishte pak e vështirë në këtë drejtim, por ndryshe nga aspekti artistik, interpretativ, ka qenë jo e vështirë, jashtëzakonisht e lehtë, sepse kam bërë disa workshope unë atje, i kom parapregadit pak a shumë për gjuhën e kërcimit që unë e admiroj dhe e punoj. Pas gjithë kësaj pune, ju shpërblyet me çmimin e parë. Çfarë do të thotë ky çmim për juve? Shiko, unë me kalimin e kohës e kuptoja pak që Vallja ka një peshë emocionale dhe shpresova dhe besova që do të mirëpritet nga mërgjimtarë, sepse i prek e jetën e tyre. Por jo deri në atë kulm ku valltarët në një festival atje në Lozan morën vendin e parë. Shiko, kishte shumë arsye pse ata morën çmimin e parë dhe pse Vallja u shpall si triumfuese. E parë është se në skenë unë gjitën 50 artista. Unë gjitën 3 gjenerata, prindrit, fëmijët dhe nipat, dhe kryesisht po vjen një vepër e re, një vepër jo e parë dikun, edhe për jurim profesionale ishte diçka risi, edhe ata kishin nevojë me parë diçka të re. Mendoj që këto kanë qenë 3 komponente normale dhe prezantimi i tyre fantastik. Mendoj që këto kanë qenë 3 komponente që edhe i dhan peshë dhe Vallës edhe mori atë sukses që e meritonte. A e prisje këtë sukses? Jo atë shumë. Shiko, ajo që më ka fascinu mu është gjendja emocionale e prindërve
disa prindërve atje, e disa mërgjimtarëve atje që gjatë vallëzimit ata e kanë kuptu realisht veprën edhe jetën e tyne, ardhin e tyne në mërgjim. Ka pas disa prindër edhe disa mërgjimtarë atje që kanë qajt gjatë vallëzimit, gjatë vallës kër është interpretu. Kjo më ka bë të prekem shumë dhe ndjehem shumë krenar me të drejtën për krimtarin që e kom dha. Si ishte bashkëpunimi të themi mes prindërve me fëmijët, për pikërisht për të marrë pjesë, për të ushtruar? Si ishte bashkëpunimi? Si funksionoi të themi mes koreografit, fëmijëve dhe prindërve ky bashkëpunim? Dëgjoj, pa përkushtimin, pa seriozitetin e prindërve, nuk besoj se këshmi mujtë me kryu gjithat vepër artistike. Prindërit ka qenë shtylla kryesore ura lidhse mes ansamblit dhe veprës time në përgjithësi. Unë shfryzoj rastin të falenderoj jashtëzakonisht shumë për përkushtimin, dashurinë që kanë dhënë dhe seriozitetin në punë. I përshëndes që të gjithë. Jam krenar shumë me ta, por mendoj që kjo është vetëm një piknisje ose një hap i parë për të vazhdu projektet e të ardhshme me ansamblin në përgjithësi, ansamblin gëzuar. Çfarë do të thotë për ty si koreograf shqiptar, nga Shkupi pikërisht të gjesh veten artistikisht në Zvicër? Mundësi. Çfarë do të thotë kjo për ju? Do të thotë një mundësi, do të thotë që atje ku ty të hapën dyert, ku t'jepët mundësia për të kriju, për ta zhvillu konceptin tënd artistik ose krimtarin tënde artistike, kjo është një mundësi. Dhe unë dua të shkoj atje ku m'jepët mundësia të punoj. Absolutisht. Është thjesht një mundësi. Ke bërë ndonjë krahasim mes valltarëve të themi të mërgjimtarëve fëmijëve të cilët janë rritur atje në mërgjim në Evropë, jashtë vendit dhe atyre këtu, sepse ti mirësh me këtë punë, themi konkretisht. Ke bërë një krahasim? Ku vret ai dallimi, ato krahasimet? Pyetje shumë e bukur edhe duhet të mendoj. Domethënë ta bëj një analizë kështu. Fëmijët në mërgjim janë më të ndihshëm, janë më të etur për traditat, për rrënjët thjesht, gjithçka që ka të bëjë me rrënjët tona shqiptar janë më të përmalluar dhe më të disiplinuar. Fëmijët këtu kanë më shumë talent, janë më të talentuar, e kapin lëvizjen më shpejt, e kuptojnë mesazhin që ti do me dhënë, por serioziteti mungon kohëve të fundit tek fëmijët tanë. Mendoj kjo mos seriozitetin e punë, mendoj pak të flas me perceptimin tim me studentët e mi. Mendoj sepse provat e shumta, aktivitetet e shumta e bëjmë pak të monotonshme këtë periudhë ose këtë projekt ose këtë punë, edhe normal është kjo që këtu fëmijët nuk e marrin jo me shumë seriozitet, po nuk janë shumë të rregullt ose për shkak kushteve jetësore. Domethënë çdo fëmijë, çdo student i imi shkon në shkollë, studime dhe pas shkollës vazhdon edhe një punë tjetër, të dytë, dhe ai nuk ka shumë kohë pastaj të merret edhe me vallëzimin. Domethënë unë e hasin për këto probleme me studentët e mi. Fëmijët 12-13 vjeçar, 14 vjeçar punojnë një punë pas shkollimi. Kjo mendoj që mund ta bëjë edhe këtë mos seriozitetin ose jo dashurinë e madhe ndaj folklorit sa e kanë ata. Ndonjëherë ndoshta që e kemi shumë afër një gjë, që e kemi shumë pranë dhe mund të themi që jemi mos serioz në atë pjesë. Nuk ja dim rëndësinë. Ilir, mund të flasim pak pasi që ke qenë edhe jashtë vendit si koreograf. Ku e ke ndjer veten më të vlerësuar? Të themi në jashtë vendit apo thjesht në vendlindje? Unë ngredhe një pyetje rreth kësaj, domethënë pyetje mbi pyetje. Është fenomen, është një fenomen tek populli shqiptar në përgjithësi. Jo vetëm këtu, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, sepse unë kam punuar edhe me ansamblin shtetëror Shota dhe me ansamblin shtetëror
të Tiranës dhe kom pa që artistët mes veti nuk respektohen shumë. Artistët e vendit e kam fjallën. Mos tjetë ndoshta dhe ajo pjesa e gjelozis? Ka gjelozi të themi mes artistëve, koreografëve? Po, është normale me pas gjelozi, edhe është mirë me pas gjelozi, për të mirë. Por, institucionet e këtuit, për shembull dhe marrë nga këtu, njerëzit që udhëheqin dhe e menaxhojnë politikisht në politikë, në institucione shtetërore, artin, artistët të cilët kanë marrë poste kyçe, pse nuk bashkëpunojnë me njerëzit, me njerëzit që kanë vlera ose që janë të gatshëm të japin diçka prej vetes, me krijimtarinë e tyre. Të njëjtin problem është në Kosovë dhe në Prishtinë, artistët e mirë nuk respektohen dhe nuk vlerësohen shumë, atje hasin shumë xhelozi mes vete. Domethënë, nëse po është normal me pas xhelozi, po pse s'ka mund xhelozi për një artist në Kosovë dhe në Shqipëri? Pse ata s'kan ndaj meje xhelozi? Ata më shohin si vlerë, ata më japin dyert. Kjo është problemi. Njeriu, domethënë, ne njeriun ton nuk e respektojmë dhe nuk e vlerësojmë. Aq sa duhet. Aq sa duhet. Më shumë respektohesh dhe vlerësohesh jashtë shtetit. Shiko, ta them edhe kështu. Mreda, por na shkojnë edhe pamjet nga fëmijët pikërisht në Lozan, gjatë festivalit. Jemi duke i parë valltarët, të themi fëmijët në mërgim, të cilët kanë marrë pjesë pikërisht me vallën e mërgimit në këtë festival, dhe shpresojmë që gjërat të tilla të vazhdojnë, pse jo të kemi edhe më tej në të ardhmen të shkoni përsëri në Evropë me të merrni pjesë me ndonjë vepër tjetër, pse jo. Ilir, ju tani më keni edhe 10 vjetorin e ansamblit. Po. Çfarë keni përgatitur për këtë 10 vjetor? Çfarë do të kemi nga ansambli juaj? Me 10 vjetorin e ansamblit pak kemi ngel mbrapa për shumë arsye. Cili është qëllimi? Cili është arsyeja apo qëllimi, të themi? Po, ndoshta një prej pikave kryesore është normal çështja e financimit të projektit. E dyta është neve na duhet për realizimin e 10 vjetorit konceptualisht ashtu siç e kemi ndërtuar, e kemi konceptuar shfaqjen, e cila quhet Rrugtim, 10 vite rrugtim, nga rrënjët në skenë. Është e tillë që ka elemente, domethënë është e gërshëtuar me elemente folklorik me teknikat dhe lëvizjet bashkëkohore. Dhe mua më nevojitet teatri shqiptar, i cili i plotson të gjitha kushtet për ta realizuar një shfaqje të tillë. Po pak probleme me teatrin sepse ata kanë një shfaqje shumë gjigante, shumë të madhe në këtë vit, për fund vit, dhe ata bëjnë prova çdo ditë. Unë i mirëkuptoj ata, sepse për një shfaqje aq e madhe me 30 artista në skenë dhe me një skenë 5 metra e lartë, ata çdo ditë kanë prova, do të qenë provat në kontinuitet dhe jemi duke biseduar ende, jemi në kërkim me sipër të një date të përshtatshme për realizimin e këtij 10 vjetorit ton. Dhe e treta që është ndoshta edhe më thelbësorja, mos serioziteti në punë i valltarëve të ansamblit tim. E thash kjo si pasojë e punës, e lodhjes, e angazhimeve të tyre nga fakulteti, nga studimet, ose nga si janë dhe shkollë të mesme, nga shkolla, ata drejt vazhdojnë për në punë dhe kthehen në orët e vona, dhe ti nuk ke kohë kur i thret ata për punë. Një vikend e kanë, atë vikend të dielën edhe aty o punojnë o shfrytëzojnë. Me një vikend është i vështirë neve ta realizojmë një projekt për masa të tilla siç e kam planifikuar unë. Por shpresoj dhe besoj që deri për një javë do të marrim një vendim se çfarë do të bëjmë me 10 vjetorin. Ka gjasa të jetë edhe një opcion B, që të shtyhet më të tjerë ndoshta për vitin e ardhshëm në fillim të vitit. Do ta diskutojmë. Çfarë do të thotë ky 10 vjetor për juve? Do të thotë rrugtimi. Rrugtimi i ansamblit Lirida, që nga fillimi deri te piknisja deri më sot, sakrificat, vështirësitë, lodhjet, mundimet, sukseset, arritjet, të gjitha këto e përfshin 10 vjetorin e ansamblit përmes një shfaqje, e thash me koncept bashkëkohor, rrugtimin.
është një dekadë punë, nuk është pak, por e kisha krahasu kështu që këto 5 vitet e fundit të ansamblit tim kemi qenë pak pasiv. Për shkak studimeve të mia, për shkak angazhimit tim në studime. 2019 unë fillova studimet në Prishtinë, kam jetuar atje. Shumë rrallë kam ardhur këtu për punë. Dhe 2018, siç dihet, 2018-19 u themelua edhe ansambli shtetëror, ku 5 vallëtarë të ansamblit tim u punësua në ansamblin e shtetit, u bën pjesë e ansamblit shtetit. Ti mori, domethënë, stubët e ansamblit, vallëtarët më të mirë, kërcimtarët më të mirë i mori ansambli i shtetit, i dham. Pak fillom të dobësohemi, mos prezenca ime këtu e bëri pak më të zbehur ansamblin, aktivitetet më të dobta, më të pakta. Por me atë sa kemi mujt, kemi realizu, jo mundu edhe duke qenë edhe atje, me bë projekte, prej atje këtu. Jeni munduar punoni. Shpresojmë që në të ardhmen të krijoni vallëtar të fortë, të mirë, pikërisht edhe në ansambli, edhe pse janë marrë 5 vallëtarët më të mirë siç e cekat edhe ju. Mund të na thoni sa ju përkrajnë institucionet e vendit si ansambël? Shiko, unë nuk jam i kënaqur në përgjithësi me institucionet e vendit, institucionet kulturore në përgjithësi. Nuk jam i kënaqur, ka shumë nepotizëm, ka shumë korupcion, ka shumë dallavere, siç thuan, ka shumë bashkëpunime, ka njerëz që me të vërtetë ta zgjasin dorën, të ndihmojnë. Por ti has nga njerë edhe në probleme dhe më të mëdha, kështu që unë jam i dëshpëruar me funksionimin e institucioneve tona kulturore, jo vetëm tani. Prej vitesh, që mos keq kuptohem, prej vitesh është ndërtuar një sistem jo i mirë i ndarjes së buxhetit ose i ndarjes i buxhetit krahas artistëve. Nuk e di, nuk jam... Cili do të ishte apeli juaj deri tek institucionet e vendit, si një artist? Që të vlerësohet artisti në bazë të punës, jo në bazë të karrierës, jo në bazë të moshës, jo në bazë të kushteve. Sepse neve që jemi si ansambël 10 vjet, ansamblet e reja nuk mund të krahasohemi ashtu me ansamblet që janë 50, 70, 80 vite. Pa ai ansambël me eksperiencë 70-80 vite, më pak ose më shumë, sa aktivitete bën në vit, çfarë aktivitete bën në vit, sa i mund të bën edhe 20-30 aktivitete në vit, po çfarë kanë vlerë, domethënë duhet të kontrollohet, të analizohet dhe të shikohet me detaje këto punë të vogla, se këto e bëjnë dallimin mes ansambleve tjera. Tash ti je një ansambël 50 vjeçar, 30 vjeçar, 40, 40, 80, dhe nuk e brenda 5 viteve të fundit nuk e asnjë krimtari të re. Është mëkat. 50 vjet ansambël dhe nuk e një grup të fëmijëve. Është mëkat. 50 vjet ansambël dhe ke një objekt fantastik dhe ke vetëm 10 aktivitete në vit. Është mëkat. 50 ansambële dhe asnjë koncert për fund vit, përndër të një feste, të e shef festat e nëntorit këtu, asnjë ansambël nuk përfaqësohet, dalin me grupe të fëmijëve. Ne nuk kemi festivale për fëmijë, institucionet tona duhet ndërtojnë një sistem të menaxhimit kulturës në vendin tonë. Duhet ketë festivale mujore, aktivitete të përditshme për fëmijët. Neve presim vetëm të vi një aktivitet, një fest si e 22 nëntorit, ose tash që këtë vit dita e pavarësisë Kosovës, dita e nënës, edhe mësuesit në përshkolla e kanë obligim të punojnë me fëmijët me konceptin e vallës, me vallëzimin. Kanë lëndë që duhet të di çdo fëmijë. Unë kam bërë kampanjë studime rreth kurikules mësimore në Ministrinë e Kulturës, e cila është ndërtu ose është përpunuar 2023-ën, më duket, dhe aty është që çdo mësues të klasë të ulta, çdo mësues duhet t'i mësojnë fëmijëve 3 valle të etniteteve të ndryshme. Shqiptarët duhet mësojnë valle maqedone dhe valle turke ose bosnjake ose rome. Edhe e njëjta në asjelltas. Kështu shkon pak në aty. Mësuesit tana nuk dinë as vallet tona. Unë kam asnjë problem tash
fundit për festat e nëntorit, kur vinin fëmijët në lokal me prindrit e tyre për të ble veshje kombëtare, për të përfaqësuar në shkollat e tyre për festat e nëntorit, ata fëmijët thonë që neve vetë e kemi bë vallën. Po ku e keni marrë? Kush ju ka ushtruar? Vetë, thotë kemi pa në YouTube. Ka fëmijë zakonisht të talentuar, por pak për kushtim ndaj fëmijëve, për vallëzimet. Dhe më e keqja që mësuesit ose drejtuesit e shkollave nuk bashkëpunojnë me artistët. Ne shkupim me rreth njifët për nga kultivimi dhe përfaqësimi i valleve në përgjithësi. Shkupi me rreth ka 8 ansamble. Asnjë qytet në trojë shqiptare nuk funksionon me vallëzim me ansamble sikur Shkupi. Dhe shkollat fillore nuk bashkëpunojnë me vallëtarët, me ansamblet. Të shkojnë vallëtarët të krijojnë valle, të ndihmojnë fëmijëve. Gjithsesi sado pak duhet të bashkëpunoni edhe ju edhe mësimdhënësit me juve artistët, se nuk besoj sado pak ndoshta gjeneratat më të reja, po ndoshta ato më të vjetrat, mësueset që janë pak më në moshë të themi, din sado pak vallet shqiptare. Po e din, po nuk i din ashtu siç duhet. Pastaj fëmijët mësohen gabimisht me vallën. Dhe kjo është për të ardhur sado pak, po duhet gjithsesi të bashkëpunoni. Ilir, mund të na thoni si do ta përmbledhni vitin 2025 dhe çfarë presim në vitin e ardhshëm 2026 nga ansambli juaj? Viti 2025 për ansamblin tonë ka qenë një vit jo fort i ngallënyer. Nëse kisha mujtë me parafrazu kështu me nota, me vlerësu, me një notë 5, kurse vitin e ardhshëm shpresojmë të arrijmë deri me një notë 8, 9. E kam fjalën gjithmonë në aspektin artistik dhe organizativ. Absolutisht po. Cili do të ishte mesazhi juaj, të themi për fëmijët, por edhe për gjeneratat e reja që të jenë pjesë e ansamblit për të mësuar vallet shqiptare kështu me radhë? Shiko, ansambli ynë ka një privilegj. Fëmijët që vinë në ansamblin tonë ka vetëm një privilegj. Ata do ta mësojnë vallën shqiptare përmes një kurikule mësimore të cilën e kam zbatuar dhe e kam zbërthyer bashkë me profesorin tim, profesor Artan Dibëshimi, shfrytëzoj rastin ta përshëndes, duke u bazuar në lëndët më të nevojshme ose lëndët më kryesore sa i përket kërcimit në përgjithësi. Domethënë fëmijët që vinë në ansamblin Lirida kanë mundësinë të mësojnë vallën shqipe në kuadro profesionale. Siç jam unë dhe Albana bashkëshortja ime, e cila është tani po kryen edhe fakultetin e kërcimit modern. Domethënë kjo është ai privilegji që unë i kisha ftuar prindërit në radhë të parë që t'i angazhojnë fëmijët në për aktivitete kulturore. Po nuk do të thonë vetëm me ansambli Lirida, këtu kemi shumë ansamblet, të gjitha punojnë jashtëzakonisht shumë mirë, të gjitha ansamblet kanë grupin e parë, grupin e fëmijëve, të gjithë punojnë mirë. E rëndësishme fëmijët për të larguar nga bota e teknologjisë, është mirë të merren me aktivitete kulturore, të paktën ditëve të vikendit. Pikërisht. Të faleminderit shumë Ilir që ishi pjesë e emisionit tonë në ritmi i ditët dhe shpresojmë që ndonjëherë do të vim për t'ju vizituar nga afër, për t'i parë ushtrimet dhe jo pse kur ta shënoni edhe 10 vjetorin e ansamblit Ilirida. Faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit.